Mirë se keni ardhur në ceremoninë përmbyllëse të shkollës verore 2026. Alhamdulillah, ky aktivitet i veçantë ka bashkuar gjithë xhamitë e fshatit Batinc dhe dhashtë Allahu Dhul Xhelal që aktivitetet e përbashkëta të tilla të vazhdojnë edhe me tutje. Për ne si shkollë është një nder i veçantë që kjo shkollë të jetë shtëpia e këtij aktiviteti fesnik. Jemi të bindur se shkolla nuk është vetëm vendi ku mësohen lëndët, është vendi ku ndërtohet karakteri, është vendi ku bëhen vlerat, edukatat dhe shoqëria e mirë. Unë, si kryetar komune, pasi që për herë të parë organizohet një shkollë verore në këtë komunë dhe në këtë vendbanim, shpreh falënderimet e mia për myftijun që ka dhënë për kraje, por edhe për në punësit fetar të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh dhe t'ju them se gjithmonë do të jenë dyert të hapura. Unë veçanti falenderoj PENT që edhe nga Hoxha Rasim u përmend që ata fillimisht e lënë emanet fëmin në duar të kolegëve, hoxhallarëve, të cilët edhe në motën që i kishin venduar më lanë sy vera që mbjell vlera. Kështu ishte. Dhe nuk ka verë më të mirë që sa vera që mbjell vlera. Iniciativat e këtilla jashtë oborrit të xhamis, jashtë kube seminare së xhamis, në një ambient pak më ndryshe, për të treguar që këta fëmijë janë tuajt. Këta fëmijë janë tuajt. Dhe këta fëmijë ca ecin nëpër oborret e xhamis, po kohën më të madhe kalojnë nëpër bankat e shkollës. Dhe kjo iniciativë fal lejes për pushtimin dhe angazhimin të kryetarit komunës, hafizet të nderuar dhe të drejtoreshës së shkollës, u mundsua që fëmijët të bëjnë atë bashkimin mes asaj që themi ne dije, shkencë, arsim edhe edukim, që nëna patjetër s'ka kuptim. Vera ashtu sa ashtu shkojnë, edhe ashtu sa ashtu do të shkon, mi po një verë e harxhuar në rrugë, një verë e harxhuar në telefon, dhe një verë e harxhuar dhe të mësuar vlerat tona kombëtare dhe fetare, nuk mund të njëjtë barabartë të Zotit. Sot është fest. Ndoshta Batinca se ka kuptuar ende se sot është fest, po besoj që pa disa viteve do e kuptoj, sot është fest. Unë në këtë ditë feste vetëm bëj dua gjithë ata që kontribuan me angazhimin e tyre, me mundin e tyre, me pasurinë e tyre, me gjithçka që patën mundësi që të realizohet kjo shkollë verore. Allahu Xhelal inshallah kompenzon.